Përshëndetje, është dita e fundit e ballafaqimit mes të gjithë palëve përpara gjykimit të popullit sovran. Gjykimit të gjithëve ju me votën tuaj të dielën më 11 maj. Ky është edhe mesazhi i fundit që dua t'ju përcjell të gjithë motrave dhe vëllezërve tanë në Greqi, në Itali, në Gjermani, në Britani e me radhë, ku ende ka zarfa që janë në shtëpia dhe ku ende ka kohë për të bërë pjesë e takimit historik të 11 majit, për të takuar historinë së bashku me shumicën ndërmuese të shqiptarëve që në 11 maj do të përcaktojnë pas një ekuivok rrugën e fatit evropian të Shqipërisë. Ju lutem, keni marrë mundimin të regjistroheni. Spari një mesazh për diasporën shqiptare, e cila ka qenë shpirti i kësaj fushate elektorale. Thirrja ime është cili do prej tyre që mund të vijë të votojë në datën 11 maj, i bën një shërbim historik vendit dhe kombit të tij. 11 maj është dita përcaktuese e të ardhmes së kombit shqiptar. Qindra mijëra emigrant u regjistruan për të votuar, por një çrregullim i organizuar u konstatua në 2 vende me postën e cila ka një emër autoritar të mirë, po që shfaqi parregullësitë më të mëdha. Kjo uroj dhe shpresoj të mos dekurajoj, po përkundrazi të nxjisë çdo qytetar shqiptar jashtë vendit që mund të vijë këto 2 ditë dhe të votojë ditën e diel në qendrat e votimit, do të ishte shërbim i jashtëzakonshëm, një rast unik që u jepet për